Shkrimtari Ndue Dragusha vlerësohet me çmimin ndërkombëtar të ekselencës. Shkrimtari dhe krijuesi lezhjan Ndue Dragusha është ndëruar me çmimin special ndërkombëtar të ekselencës Divinamente Donna 2025 në Itali. Vlerësimi është dhënë për prozën Dashuria e një gruaje, një rrëfim përmes metaforave të pasur portretizon gruan si një qenie delikate por njëkohësisht fuqishme përballë sfidave të shfrytëzimit. Ceremonia ndërkombëtare e ndarjes së çmimeve u mbajt në Senatin e Republikës së Italisë në Rom, duke i dhënë kështu një peshë më të madhe këtij vlerësimi letrar. I emocionuar nga kjo arritje, Dragusha u shpreh se ky çmim i jep shtysë të mëtejshme për të vazhduar krijimtarinë e tij. Kam skalitur në mënyrë shumë të veçantë personazhet si një nga ana psikologjike ashtu dhe artistike përmes dialogjeve që zhvillohen në të tregim. Ky vlerësim është një kënaqësi e madhe dhe diçka shumë e veçantë për mua ta shkrimtari. Ky event ndërkombëtar organizuar për herë të dytë nga shoqatat Vurbumland Art, e njohur për çmimin e ekselencës, dhe një tjetër autore shqiptare Suela Boçi për librin e saj Optika ndaj cënimit të drejtave të nxënësve.